3 nëntor, kuptimi I vuajtjes. Duke e çmuar fyerjen e Krishtit si pasuri më të madhe se thesaret e Egjiptit, sepse I drejtonte syt nga shpërblimi. Hebrejve 11:26. Ne nuk e zgjedhim vuajtjen thjesht sepse na thuhet kështu, por sepse ai që na e thot këtë e përshkruan vuajtjen si shtegu drejt gëzimit të përjetshëm. Ai na bën thirrje në bindjen e vuajtjes, jo që të demonstroj forcën e përkushtimit tonë ndaj detyrës, apo që të zbulojmë zellin e vendosmërisë tonë morale, apo që të vërtetojmë shkallën e lartë të tolerancës sonë ndaj dhimbjes, por që të manifestojmë me një besim prej fëmije vlerën e pafundme të premtimeve të Tij, të cilat na kënaqin plotësisht, madhështinë dhe bukurinë e gjithë kënaqshme të lavdisë së Tij, si përmbushjen e të gjitha këtyre. Mojsiu zgjodhi më mirë të keq trajtohet bashkë me popullin e Perëndisë, sesa të gëzonte për një farë kohe dëfrimet e mëkatit, sepse I drejtonte syt nga shpërblimi. Hebrejve 11:25-26. Prandaj, bindja e Tij lartësoi shpërblimin, gjithsa Perëndia është për të në Krishtin, dhe jo vendosmërinë për të vuajtur. Ky është thelbi I hedonizmit të krishterë. Në kërkimin e gëzimit përmes vuajtjes, ne e madhërojmë vlerën plotësisht të kënaqshme të burimit të gëzimit tonë. Vetë Perëndia shkëlqen si drita në fund të tunelit tonë të vuajtjes. Nëse nuk e komunikojmë faktin që ai është synimi dhe themeli I gëzimit tonë në vuajtje, atëherë vetë kuptimi I vuajtjes sonë do të humbas. Kuptimi është ky: Perëndia është fitim. Perëndia është fitim. Vetë Perëndia është fitim. Ky është kuptimi I vuajtjes sonë. Synimi më I lartë I njeriut është që ta përlëvdoj Perëndin. Fakti që Perëndia përlëvdohet më tepër në ne kur ne kënaqemi më tepër në të, është më I vërtet në vuajtje se kudo tjetër.